Kjo është e pandal për mua. Domethënë paknajësia që doli në shesh nuk ka ndalim. Ju si parti politike që po e mbështesni këtë protestë qytetare që lindi Partia Demokratike, Partia e Lirisë, ajo Agron Sheja, Arlind Qorit, Partia e Adriatik Lapajt, po përpiqeni të përfitoni nga kjo protestë qytetare, përsa kohë ata nuk e kanë ndarë mendjen do të keni një parti politike, një lëvizje politike, pra ku do të shkojë kjo vot, ky mlef i tyre ndaj Ramës, por edhe ndaj Berishës duhet me thënë se është dhe thirrja Rama në burg, Berisha në burg. Së pari, ne kemi mbështetur, njerëzit tanë kanë qenë atje, kemi respektuar faktin që nuk kemi ne organizator, janë të tjerë organizator, kemi vlerësuar që absolutisht asnjë protagonizëm, por mbështetje të kauzave të tyre, mbështetje të gjithë iniciativës tyre dhe absolutisht të çdo qytetari që proteston. Unë kam vite që bëj opozit dhe e kemi thënë bashkë që nuk është e lehtë bësh opozitën në Shqipëri. Je në presion, je në atak, ke një biznes të vintatimet, je në punë, kem prindrit në punë, nëse proteston fëmia, shkojnë edhe i kërcënojnë, nuk është e lehtë, sepse ke sistem patronazhimit i jashtëzakonshëm. Dhe fakti që këta të rinj, gjenerata Z, arriti... E kanë vrarë frikën, po më thua? Patjetër. Domethënë, kur ai shqetësohet për algoritmin, do të thënë që situata është shumë rëndë. Të shqetësohet për algoritmin një person që të gjithë pushtetin e tij e ndërtoi mbi bazën e propagandës, Facebook, ti kishe porosit ministrave që nuk i thoshe të bëni punë, të zbatoni ligjin. Dilni Facebook, dilni Instagram. Kjo është porosia e qeverisë. Nuk është porosia që të bëni punë për qytetarët, që të shkojnë gjeni ilaçe nëpër spitale, e të gjejnë mundësi që t'i shërbejnë qytetarëve në sistemin shëndetësor e në arsimet gjithë në radhë. Gjithë meraku i këtij kryeministri ka qenë propaganda dhe pikërisht kjo gjenerat e ka rëzuar, po më thoni. Absolutisht, e ka përbysur. Sa zgjat kjo protestë për të shkuar te Dorëqa Edi Ramës që nuk ka plan për ta dhënë dhe për të shkuar tek qeveria teknike? Unë besoj që dhe kryeministri Rama e ka të qartë që është drejt fundit të tij, absolutisht. Është një jo thjesht qëndresa që ka pas opozita në gjithë vitet, jo vetëm skandalet e tij të një pasnjëshme dhe që po nga protestat e opozitës nuk i ka gjetur gjë në këto 13 vjet, le të themi, edhe kur kanë qenë edhe me Molotov. Po denoncimet e opozitës, po janë një forcë politike që kanë çuar 3 kallëzime për incineratorë. Jam dakord te denoncimet. Denoncime, protesta, kemi për protestat e bashkia e tjera, nuk ka qenë lehtë. Dhe padyshim që qëndresa e opozitës e bashkuar me gjithë këtë, sepse nëse ti dëgjon protestën e qytetarëve, janë denoncime që ne i kemi bërë, por që kur vjen nga një qytetar i pa angazhuar, patjetër që merr pesh tjetër në opinion publik, në besueshmëri e gjitha me radhë, që kështu është një gjë e shtuar. Unë vetë kam thënë që kushdo të bëj protestë është një kontribut shumë i madh. Kushdo, kam qenë protestat shoqërisë civile, e tjerë me radhë, që kështu Edi Rama e ka të qartë që e ka humbur qoftë betejën me gjithë këtë propagandën e vet, fasadën e vet, brenda dhe jashtë vendit, dhe absolutisht që qëndresa e kësaj proteste që për mua është e pandalshme, e opozitës, e çdo faktori opozitar. Unë mendoj që çdo faktori opozitar, bashkimi çdo faktori opozitar mund të përmbys një regjim, patjetër me një qeveri kujdestare. Nuk mund bësh zgjedhje me një person i cili të përdor krimin, përdor parat e pistat, përdor bandat e gjithë me radhë, dhe kjo të raportuar tashmë jo thjesht nga opozita, pse protestuesit, se pyetja është, pse protestuesit kërkojnë qeveri kujdestare? Qofse ne nuk do të ishim në një sinkron me opozitën që thotë do duhet një qeveri kujdestare si modeli Maqedonisë Veriut, në mënyrë që të garantojë zgjedhje lira dhe ndershme, atëherë do të themi që opozita gaboi në kërkesat e saj.